Historia do ta njeh për herë. Angazhimi I tij për çlirim do të kujtohet sidomos kur vjen muaji maj dhe përkujtohet betejë e Qabratit. Është Agron Kryezeu, komandant I cili udhëhoqi luftimet urbane në kohën kur të rinjtë e Gjakovës u bën shembulli më I mirë I luftëtarëve të lirisë. I lindur me 25 nëntit 72 në pjesën e vjetër të qytetit të Gjakovës, Agron Kryezeu përfundoi shkollën fillore Mazlum Puska dhe më pas gjimnazin Hajdar Dushi në Gjakovë. Përveç shkollës, rreth moshës 16 vjeçare nisi të angazhohej në sport në klubin e handbollit Vllaznimi, ku qëndroi deri në vitin 98. Pastaj Agron Kryezeu me shok vendosën t'i bashkoheshin radhëve të UÇK-s dhe formuan brigadën 137 Gjakova, të cilën e udhëhoqi derisa u plagos me 7 maj 99 në betejën e Qabratit. Sot Agron Kryezeu gëzon shëndet dhe drejton konviktin Sadik Stavilecin Gjakov. Ai është I martuar, ka 3 fëmijë dhe vjen në një rrëfim personal për dëgjuesit e emisionit Radar. E ftojmë në studio komandantin. Mirë se na erdhe në studio, mirë se na erdhe. Si je o Agron? Mirë shumë, mirë. Të thrasin Agron apo komandant Gjakov? Dyjat. Të dyja. Edhe gona, edhe gona. Agron, familja mirë? Qyteti? Mirë, shumë mirë. Si keni kalu me kishit përvjetorin, homazhet? Kishin shumë mirë ishte, me të vërtet një organizim shumë I mirë, edhe ato ditë ku kujtuam sakrificën e dëshmorëve, martirëve. Edhe I nderuam, edhe I kujtuam bashkërisht me gjithë qytetarët e Gjakovës dhe plot. Ti nuk dole kur prej Gjakovës? Ishin angazhimet pas luftës, siç e din, kishte angazhimet e mëdha dhe u duhej që të ishim edhe ne në ato ditë vështira, sepse me të vërtetë mas luftës ka qenë shumë vështirë që ka dalë Gjakova nga lufta, ishte djegur pa institucione dhe filluam kështu gradualisht që ti ndërtojmë ato bashkërisht. Nëse nuk luftojmë në Gjakov, historia nuk do të na falë. Çka të kujton kjo fjali? Kjo fjali që e keni thënë ju? Kjo është, do të thotë, kur ishim në ato ditë më të vështira në zonën operative Dugaxhinit, ishim duke luftuar në për fshatra të tjera në zonë, ku ishte edhe komandanti Ramush Haradinaj, por erdhi një moment kur në Gjakov ishte duke u keqësuar gjendja shumë, sidomos kur filluan bombardimet e NATO-s mbi çoqet serbe, vinin informacione se në Gjakov po ndodhej një masakër madhe, digjej gjithë qyteti. Edhe kur vinin ato informacione me gjithë bashkëluftëtarët, do thotë ulëm dhe biseduam edhe me komandantin, sepse me të vërtet duhet të ishim në ato ditë vështira bashkërisht me gjithë qytetarët e Gjakovës, që ato ditë I kalonim së bashku. Nuk donim që ta lemin okupatorin të mirrej me civil, por të mirrej me ne, sepse ata ishin të armatosur. Edhe kështu vendosëm me 28 mars, u formu brigada 137 Gjakova. E kush ishin luftetarë që I kishin brigadë? Po duke u nis, shok që I kisha afër aty atë moment. Po duke u nis edhe prej komandantit Abdullah Babalia, kolonel Tashin Ndjer, edhe gjithë tjerë, Lex Tubla, Milot Roka,
ishte ekran hoda, plot ishim, do thot kur vendosëm në Slim Dobruna, gjithë vendosëm të hyjmë në qytetin e Gjakovës. Edhe kjo ishte i momenti më i vështirë, sepse rruga për të hyrë në qytetin e Gjakovës ka qenë shumë e vështirë. Por ishim të vendosur që të hyjmë gjithsesi. Dhe ajo ndodhi. Si u bë ky planifikim? Pra e falet atë ditë, e diskutuat që duhet shkonin në Gjakov, e praktikisht pastaj? Rrugat do të thotë kur vendosëm edhe bisedu me komandantin Armush Haradini, sepse me të vërtet ndodhej situata shumë e vështirë, por e dinim që edhe komandantit do ta linim keq, sepse ishim shpërndar në përpika të zonës. Por rruga ishte shumë e vështirë për të hyrë spari deri në qytetin e Gjakovës. Edhe aty vendosëm që të hijmë gjithsesi, do të thotë me një vendosmëri, një qetësi, një guxim gjithë bashkëluftëtarëve. Edhe hym kare ka keqe, do të thotë edhe u kyçëm në mall Mulla Jusufit. Prej aty vendosëm që ta bojmë edhe shtabin, fillum shtrimin në gjithë qytetin, ku kishim një grup të gjykata vjetër, ku i thojmë ne në Gjakovë, ishim qabrat vendosur dhe në blok 3. Kështu filluam të ashtrim në gjithë qytetin e Gjakovës, ku filluam të merrem informacione duke bashkëpunuar me qytetarët i falënderej, sepse me pa ata s'kishim mujt mja dalë. Kishim informacione se ku gjindeshin, çka bënin okupatori serb. Edhe kështu filluam gradualisht që të shpërndam gjithë qytetin e Gjakovës. Ishte, do të thotë ajo ku nuk donim të lejonim mo të bëheshin masakra si të vejsat, të donat. Kishte plot vende ku kishin ndodhur masakra më herët. Dhe për atë arsye ne vendosëm të hinim. 7 maj 99, ku ishit? Ato ditë para 7 maj do të shkuam se në erdhën disa ushtarë nga Shqipëria, edhe në erdhi pak armatim. Edhe u do të më dalë deri afër kufirit, mi prit ata bashkëluftëtarë që nuk bashkan gjetën, edhe për mi pru mrena në qytet. Him gjithë së bashku, kur atë me në gjëzë vetëm fillun luftimet, sepse edhe serbë këshin filluar të mirëshin me ne. Filluan mi bo operacionin, se si do të përballeshin me ne. Atë me në gjest 7 majt vetëm filluan luftimet në kodrën e Qabratit, edhe në gjithë pjesë tjera. Në kodrën e Qabratit ju po ashtu e keni dhe vetë shpinë. Po. Tash ju keni qenë e gjithë lagja, edhe ke njoft shumë njerëz që ndoshta e rrit me figurat të tyre. Sa e vështirë ishte? Për ne gjithmonë ka qenë e vështirë, sepse edhe kur i njeh njerëz, edhe me ata që i rrit, do të thotë në lagje. Po me hyrjen tonë një farformë edhe qytetarët u filluan të ndiheshin me lehtë, sepse ju erdhi një ndihmë nga dikush. Edhe ne filluam edhe, kjo ishte për ne ndoshta ajo mundësia për të luftuar me shlirë ishte më e keqe, sepse i kishim edhe civilt. Edhe kjo na pengonte në disa operacione, sepse duhej të tërhiqeshin civilt dhe ne të operanim. E kjo ishte barra më e madhe. Mund të them edhe në për luftime tjera, në për zonë Dugaxhinit, gjithë Kosovën, kjo ka qenë brenga më e madhe civilt. Qabrati atë ditë? Atë ditë filloi luftime në gjitha anët. Në gjitha anët edhe ne filluam t'ju përballeshim me ta. Ishte me të vërtet një ditë shumë e vështirë, sepse filluan luftimet në gjitha anët. Po me një qetësi dhe një organizim bashkëpunëtor. Sa afër është zhvillu kjo betejë? Den 3-4 metra, 5 metra. Sepse lufta në qytet dihet që nuk bëhet me tank sa me kësi, po ka qenë shumë afërt. Komandant, a keni ndëgjuar ndonjë fjalë të me qenë se keni qenë afër në distancë, ndonjë muhabet, çfarë thanë? Po ata një farforme dhe ata nuk e kanë pritë që ne do t'ju kundërpërgjigjem, sepse kanë menduar që kanë bë operacionin të mirë,
edhe kanë me na mund 1 orë ose 2 orë kanë mi përfundu punën me ne. Po ajo nuk ju doli ashtu. Edhe e shishim se edhe ata kishin frikë. Ka pas plot politë serbë që e kanë qitë komën ose diçka mu plagos me ikë pi frontit. Edhe ne e kuptuam ata, edhe ishim vendin tonë do tëtë. Edhe morën një farë të merë, një farë tute, ku din mrami ata vetëm nuk ku afroshin afer bastaj. Se menduan që do ta kryin. Po në radhët tonë atyre patëm edhe të vrarë plagosër, ku plagosë adhon me bashkëluftëtarë tjerë. A ka ndonjë ftyrë të ndonjë prej policëve serb që ti e ke njoftë edhe para luftës në Gjakov? Po ishin ata policë E qytetit? Lokal qytetit, si që njëfshin Laza, Sloba, Ishin edhe ata në po ata nuk vishin në vit parë, ishin në provari. A keni këndu ndonjëherë në luftë? Po, në ato momentet më të vështira kemi fillu me këndu këngën Besa Bes. Besa Bes. Ka nga Besa Besi kur u plagose, kush të ndihmoi, kush ishte afër teje? Po, ardhën bashkëluftëtarët, sepse ishim me një pikë ku ne operonim edhe në snajper, pikë më lartë. Atëherë në rrëthun, i moment, kemi qenë shumë vështirë, ku i shone me 2 ushtarë, me Yllin edhe Alin, Likutin. Në atë moment edhe donin që të hinin brenda. E rrëthun, po ne i sulmum me bombe prej s'larti, edhe ata donin me çdo kusht filluat në thonin dorëzoj. Bërtitshin. Disa tjerë i thonin ju jepshin komandë, hini mrena dhe kapni gjallë, por se kishin guximin. Kështu që ja shtim flakën shtëpis, ne ishim lartë, edhe prej aty timi fillej që në ngulfat. Prej aty vendosa që të kërcej nga kulmi shtëpis. I plagosu? U plagos, do të thotë ka pjesa veshit dhe kështu, po kur kam kërcy, kanë unazat e shpinës, kanë kërcit. Atëherë kanë ardhur bashkëluftëtarët dhe më kanë ardhur. Në atë kohë ke qenë gati 30 vjet? 25. 25. Ku e kishe familjen agro? Po vllaun edhe motrën i kisha aty afër. I kisha aty afër? Të shtëpia. Edhe nuk e di si janë? Jo, nuk e dinim. As ata s'dinin gjë për mu, po vetëm se e dinin që kanë fillu luftimet. Ishim taku, edhe ata dinin që është luft, ishin të përgatitur për gjithçka, kështu që ndodhi çka ndodhi. Kur e morët lajmin për vllaun, i cili ra dëshmor? Po pasi kemi shku në Shqipëri, do të thotë, edhe kam shku në rehabilitim, ku jam shtru në spitalin ushtarak në Laprak, në Shqipëri. Edhe në ato kohë nuk flitej që ishte gjallë. Do të thotë deri në 2005 ne kemi vërtetu. Unë e kuptova që do të thotë ai ka vdek, sepse nuk vinin informacionet. Tek në 2002 kur kanë ardhur, atëherë kemi kuptu që ka vdek. Kur lirun burgosrit. Sa është e vështirë gjatë kohës luftës, kemi pas shumë luftëtarë që kanë pas rrëfimin e vetë. Dhe në rastet kur preket familja ose humb një antar të familjes, për një luftëtar është ma shumë forcë apo është mbrapsje? Kur të fillon lufta, atëherë ti shef gjithka të vrarë civil ose shef bashkëluftëtar. Po në ato momentet luftës ti gjithmonë e mendon edhe familjen, po në të njëjtën kohë i ki bashkëluftëtarët kur jenë në front, nuk mendon për kurrë, sepse ajo është që i ki ata më afër se sa familjarët tu. Edhe përgatitesh që mund të ndodhë gjithçka. Do të thotë vritet familjarë, vritesh vetë, bashkëluftëtarët, gjithë ata, por është ai ideali, ajo ëndra që duhet më mri, për shka ishim shku dhe ishim betu. Kush ta dha lajmin që e morën vllaun? Po ishim pastaj kur është liru, do të thotë pas lirimit. Okej. Më tregoi motra, tha që
e kanë marrë. Qabratin e përmenda ma herët agrën edhe aty ku është edhe shtëpia jote, ku jeni rrit, është edhe i masakrës, edhe i të zhdukurve, edhe i të vrarve, edhe i Dubravës. Po. E di që atje tash është një gjenerat e vjetër e grupit që është liru prej Dubravës, po që të meri që kanë kalu atje, ose përbalja që e kanë pas për dit me shokt, për me shpëtu njëri tjetrin ka qenë shumë e rëndë, besa shumicas nuk dojnë me fol, as me përmend, se është një traumë e madhe që ata kanë kalu dhe kanë humb shumë atje. Po, ka disa që e flasin vazhdimisht, dhe flasin edhe me të ri, me fëmijë, ju shpjegojnë se si kanë ndodhur. Po ka dhe asi që kanë fitu trauma dhe nuk dojnë me bisedu. Sepse më të vërtet, ato ditë kanë qenë shumë vështira, shumë të rënda për qytetin Gjakovës, edhe Gjakova sakrifikoj mjaft shumë për lirinë e Kosovës. Qysh e pritesh lirimin e Kosovës? Tam drejtën isha në Shqipëri shtrin, nuk ishte i moment për mu që doja ta presja, sepse doja të isha dhonë në qytetin me bashkëluftëtarët, për e ndjenja shumë e pritur gjatë, do të thotë, për edhe kur je pak me larg, atëherë emocionet janë ma të vështira, ma të mëdha janë. A ke pas një moment thyerje gjatë gjithë kësaj betejë që ke thonë e humbëm betejën? A ke pas një moment dopsie, apo ju fare se keni mendu kur? Beteja të humbën. Nuk ka as një luftë që do të thotë kur nuk je dhe humbje në për beteja. Por vazhdimisht edhe çdo ramje e bashkëluftëtarit, çdo dëshmor që ka për Kosovën, ajo ka qenë një motiv më i madh për ne, ku jemi dut për mi vazhdu atëherë dhe njëherë më tepër për ata shokë që kanë ra. Edhe ai ishte motivi më i madh, sepse ne e dim që e përmend edhe me sport. Kemi pas muzikanta, sporta, gjitha profesionet, dhe dim si kanë ardhur bashkëluftëtarët nga gjitha vendet ku kanë marrë pjesë, sepse ka qenë luftë vullnetare. Edhe askush se ka dashur luftën, do të thotë se e dim që lufta nuk sjell asgjë të mirë, përveç vdekje, masakra, dhunime, kollje. Ne ishim sportista, e dinim se si kishim kaluar, na larguan nga palestra sportive, filluam në për asfalta, në për duke lozë në mënyrë paralele, si që do arsimi e sportit, gjitha këto. Edhe ajo ishte motivi më i madh për mi mrri lirin, ëndra më madhe. Kjo liri, a mendon se në liri po i ruajm vlerat e luftës? Çush e sheh? Them drejtën, kam prit më tepër. Kam prit më tepër që bëhet nga institucionet tona, nga njerëz, akademia e shkencave, flitet për historinë, flitet për gjithçka, sepse kemi material mjaft shumë, kemi njerëz gjallë. Kemi ende, edhe pak. Po, dikur ma vonë vetëm fillojnë që të humbin ato, edhe kam prit më të vërtet që ka më shku më mirë. Po, prapë mendoj që ky popull mundet më bo më tepër. Mundet më bo për fëmijët tanë, për fëmijët që do të lindin, sepse më të vërtet ashtu meritojmë. Kosova, ka ardhur një pyetje dhe thot kështu: komandant, pas gjithë sakrificës dhe gjakut të derdhur për liri, a mendon se sot po vritet e vërteta e luftës nga njerëz që nuk e pan frontin, por sot flasin mas shumti në emër të saj, dhe a heshtin shumë ish luftëtar përballë kësaj padrejtësie? Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po, them se me të vërtet ata protagonistë e luftës vetëm nuk dalin ose hezitojnë për me dalë me fol, por e dinë realitetin. Sot po del krejt tjetër kush, po bëhet protagonist i luftës, po flet në emën të luftës, po flet në emën të sakrificës, shka që edhe plot bashkëluftëtarë e di që kanë dalë në për Evropë, se kanë dashur ata, kanë luftu për me qenë këtu, për kushtet i ofrohen që të dalin. Edhe ata gjithmonë janë me mendje këtu. Edhe kur të vinë, gjithmonë rrafehen. Shka? Pse na ndodhi kjo?
por ne nuk jemi, ne japëm ata më të madhen. Nuk jemi në për institucione që t'i vendosim se në ndryshe. Komandant, kështu kur është një person të tillë flet për frontin, flet për luftën, ti vazhdon me qenë kaq i qetë? Apo nuk e ndëgjon deri në fund rrethimin? Në tregu drejtën, gjithë ata që folin edhe janë duke gëny për luftën, ata janë të mësuar ashtu. Edhe pak a shumë kanë filluar më bo pak si tepër këta njerëz që po flasin në emër të luftës, edhe po devalvojnë gjithçka Kosovë. Kom prit që do të bëhet një ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës, për gjakun e dertën, për gjithë ata invalid, martir, për gjithë ata të burgosur, gjeneratat më herët, kam prit që të bëhet një ligj i cili do të mbrojë nga këto antivlera. 26 vjet pas. Ne ende e bëjmë këtë bisedë, fatkeqësisht. Por, fatmirësisht Agron, ju nuk keni qenë vetë as në luftë, as në çlirim, e nuk jeni as sot këtu. Është dikush që të njeh shumë mirë, që prej fëminis dhe ka diçka për me të thonë. E ndjekim videon bashkë. Përshëndetje, komando. Përshëndetje, Genta, edhe për ty. Për emisionin e ju përgëzoj. Faleminderit që më dha mundësia t'i bëj një pyetje komandantit, edhe trofeën për ta për burninë e vet, trimninë e vet, atë dashurinë e vet. Komandantin e kum njoft qysh i vogël. Faktikisht jemi në një lagje dhe jemi rritur bashkë. Ka qenë një djalë punëtor dhe djalë i dashur, mirë po për me plotësu vetë vetën, ka qenë ajo lufta që jo vetëm mu, po edhe shumë bashkëluftëtarëve na ka tregu se është edhe djalë i guximshëm dhe edhe dashës i madh. Një ngjarje që e kisha veçuar me komandantin e kom datën e 7 majit, atë ditë kur kemi qenë në luftime epopeja e Qabratit, ishim të rrethuar në gjitha anët, komandanti për fat plagoset rënë, edhe ne u dushim që bashkë me komandantin edhe plagosur i tjerë, t'i merrnim dhe t'i strahanim, t'i largonim në një shtëpi ku ishte më sigurt. Në momentin kur komandantin mori me largu prej asaj shtëpis ku i kishin me gjithë plagosurit, e shoh sikur të përlotën, edhe sikur ishte i mërzitur se unë nuk po moj më një në luftime. Edhe aty kam fillu me bashkëluftëtarët, kemi fillu me këndu, thjesht me i tregu komandantit se na këtu jemi, gjallë jemi, nuk dorëzohem, edhe ka fillu dikur me buzëqesh. Komandantit kisha shumë pyetje për mi bo, po ja bëj vetëm një pyetje. Pambarësinë e Kosovës, e ki pa ushtrinë e Kosovës, i ki pa të gjithën që në të arrituna, duke jo falendëruar gjakut të dëshmorëve dhe të martirëve të kombit. Mirë po i kisha thonë edhe qka ka që ti kishe pas dëshirë me pa në këtë Kosovë në lirë. Kjo kishë qenë pyetja ime. Edhe njëherë respekt për ju, komandoroj që kesh shëndet ti, familja jote, që t'jetosh sa ti don vetë. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, respekt për familjarët e dëshmorëve dhe martirëve. Ish komandanti e Kuran Hoda. Po, e përshëndes nga këtu, edhe e Kronin edhe gjithë bashkëluftëtarët që kemi rrugtu bashkarisht. Është e vërtet, ajo që tha Kroni ishin momentet vështira, edhe e mendoja në një moment që s'po mojmë jo ndihmu mo. Por mu ka afru dhe më ka thonë që ne do të vazhdojmë ato. I rani barë ma madhe e Kroni, sepse duhej edhe të plagosurit na bëj ke zgjidhje që të keni një zonë më të sigurt, po ashtu edhe me dëshmor që duhet në ato ditë vështira të varrosej me kushte shumë vështira,
sepse Abdullah Babalia ishte në atë pjesën tjetër, ka blok i ri, edhe pas asaj do të ati rrugtimi mjaft vështirë, ne këta ja dolen që të na çojnë në zonat më të sigurta dhe ta bënim rrugtimin e gjatë, mjaft gjatë për me dalë deri në Shqipëri. Ishte një rrugë shumë e vështirë, ku me bashkë luftëtarë tjerë na kanë përcjell dhe kemi dalë deri në Shqipëri. Pastaj prej aty, prej Bayramçurrit më kanë dërguar me helikopter deri në Tiranë. Pastaj e ka marrë komandën Abdullah Babalia, ku kanë bëni punë shumë mirë, e kanë vazhdu luftën deri në fund, por edhe pas lufta ka qenë shumë e vështirë, sepse thash ka qenë i gjithë shteti i djegur, me të zhdukur, me të vrarë, dhe duhej që të angazhoshin, të kishte një angazhim mjaft madh për punë që të fillojmë të ndërtojmë edhe Gjakovën, po edhe Kosovën. Duket që shumë i lidhur je prej pas luftës, pastaj rekuperimi i qytetit, dhimbja e madhe, se e përmend shumë herë gjatë intervistës Agron. Edhe nëse flas për vinë e partë frontit bashkë luftëtar, ti prapë përmend pas luftës, një qytet totalisht i djegur, familje të djegura për së gjalli, po ashtu, të zhdukur e të vrarë rrugëve të qytetit. Duket se kjo mas shumë ti është në memorien tënde. Është e vërtetë se pas lufta, kur je në luftë, do të thotë i ball për ball me armikun, edhe nuk mendon asnjë gjë tjetër, je vetëm i fokusuar për luftime. E pas lufta, kur të vinë njerëz edhe rrefehen, ti tregojnë ato se çka kanë hek, nuk i kanë më të dashurit e tyre, nuk po i gjinden, janë zhdukur. Ato janë që të prekin ma ronë në zemër, edhe me do mos duesh mu marrë me ta, edhe duesh mira me fjalë, ose mi ndihmu në mënyra tjera. E kjo ka qenë, do të thotë, ma vështira. E përmendi e Kurani që i në mri pavarësia, ushtria me të vërtet janë këto një e vërtet që vendos themelin e shtetit tonë, po Qa kishe dash tjetër mi pa Kosovën? Kisha dash që të kthehen njerëz, të kthehen bashkëluftëtarët, të kthehen gjithë qytetarët e Kosovës, të kthehen dhe ta mbrojmë këtë vend me fanatizëm, ta ndërtojmë bashkarisht, por jo me dalë në për rrugët e Evropës. Kjo është brenga ma madhe për popullin tonë. Po shohim që po plakët Kosova, po na dalin të rritë jashtë. Kjo mas shumë ti më dhëmë, sepse edhe në vitet e 80-ta dhe 90-ta, edhe pas luftës, kemi jetu këtu me fanatizëm. Nuk jo kemi nënshtru okupatorit asë njerë. Do të kjo ka qenë edhe është brenga ma madhe për mu dhe gjithë pas luftëtarët e mi. Çka bën një bashkëluftëtar i Agronit jashtë? Çfarë punë kanë, çfarë profesione, çfarë... Se kjo ikja masive e përditshme ka lagjet zbrazura në përgjithë Kosovën, që sjetojnë ma, ose veç vinë, ose fshatra, që shtëpiat janë shumë të bukura, po të mbushuna vetëm verës. Po bashkëluftëtarë çfarë bëjnë? Bashkëluftëtarët nuk janë dalë nga qefi, do të thotë i kanë dalë sepse kushtet i kanë shti për mi gjetë një jetë më të mirë. Kur flit një bashka, janë edhe ata të interesum këthejnë? Shumë. Pra ne duhet bëjmë një teren më të mirë për... Ata kanë dalë jashtë, i kanë bo kushtet më të mira, kanë ardhë, kanë fillu më ndërtu edhe këtu, shtëpijat, ju një mut afërmeve. Po ata brengen më të madhën e kanë kur filloj me ndetojnë për fëmijët e tyre. Kanë fillu mës me folë shqip mirë, sepse e dim që ku shkon jashtë s'ki qërë, po u inkuadru në atë shtetë. Më u largu prej vendit që luftove për të. Po, e ajo i brejnë edhe ata gjithë bashkëluftëtarët edhe kur bashkohem, kjo është brenga ma madhe. Patëm rastin në fundit, Shkezen Gashi, vdiq jashtë, u këty dhe u rastu. Në të vërtet është e rëndë. Shumë e rëndë. E kemi edhe një video tjetër, do ta bëjmë një video call për momentin, ta thrasim
live tash, që lidhet pak edhe me handballin tënd, por ka qenë edhe bashkëluftëtar. Është Uran Luzha, që ta kontaktojmë. E kemi. Uran, përshëndetje. Përshëndetje Dita, përshëndetje komandant. Përshëndetje, Uran. Agroni si shok në fush handballi edhe në fush betej. Agroni si shok në fush handballi, në fush betej edhe njëtë përditshme, domethënë e kemi Agronin 3 herë shok. I vjet. I njëjti, i qeti, në 3 hapsinat, i qet, ka që i qet është? I qet, edhe një virtyt që s'ja përmene është në komandanta që është më modesti për të gjithve. Domethënë modestia ati pak edhe na pengon neve se nuk bën më konë 26 vjetë pasum të s'ka që modest, domethënë për mësë mi folë këto gjanat shka kanë ngjo ma herë dhe shka për cilat duhet të mësojmë edhe fëmijët tonë për historinë, për luftën në qytetin tonë dhe për mbrojtjen e nderit që kanë bo si brigadë, që fatkeqësisht unë domethënë në ato periudha nuk kam qenë pjesë në brigadën e Trështat Gjakova, pasi që rrugtimet tona janë ndarë shumë herët. Domethënë për vitit 98 fillimit viteve 98-a, loja e mram e yna ka qenë kundër Dritës Gjilanit, pastaj 7 lojtarë nga klubi handbollit Vllaznimi, jemi angazhu në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku prej tyre njërin e kemi dëshmor të ndjerin Bashkimi Drejshi Tili Uran Korsare, 2 i kemi invalid komandantin dhe Milot Rokën, kurse ne 4 tjerë gëzojmë shëndet, jemi shok prap, dhe besoj që Agroni ka qenë kështu edhe në sport, ka qenë kështu në luft, njëtën e përditshme është pak më e mirë. Po, ju kisha lutë Agroni që mos jetë mu ka që modest. Uran, e ndëgjova, e thash para programit që fatkeqësisht nuk e shohim shpesh, nuk e bërtet, nuk e flet, po ata që ishim vind part frontit nuk e flasin, asnjëri më duket. E citoj shkurt që jam plagosur pak, dhe kceva prej kati 3 e tha sikur me pas në zonë thu diku në shtëpi, por si duket ky populli janë ka nis me pas qef më shumë njerëz që zmadhojnë ose bojnë pak histeri, i duket ma interesant. Duhesh me ushtrua Agron këtë pjesë. E di, po të regoj edhe një detalj, mas plagosjes komandantit, domethënë ne vetëm u takuam në spitalin urtar në Tiranë, domethënë komandantit i kanë vyt hiç ma pak se 3 muaj për mu qenë kohë. Dhe këto komandanti për shkak të modestisë nuk e përmend kur. Domethënë hiç ma pak se 3 muaj i kanë vyt mu qenë kohë për nevoja personale. E do përthon nuk e përmend komandanti këto dhe kjo modestia ti ka jarë për nga pengon. Uran, për post... Po, pyetja po edhe... A ki pas ma zërë me lujtë në boll, a me luftu. Të dyjat janë zërshme. Porën që është dyja të zërshme sepse edhe ti veti i ki provu, handballin e lunë me qef, me shpirt, sepse është me të vërtet kënë edhe në sport e luftarake më me tonë edhe handballi, po lufta është diçka tjetër, lufta është shumë aftirë. Djem sa ju kam këtu të dyve, me këtë Kosovë sot pas 26 vjetë, a do të luftonit prap? Dikosh që u shku për me vdek në luft një herë, a i nuk mund të largohet asherë. Edhe ata bashkëluftëtarë që thash që janë jashtë vendit, me bo me pas nevojë gjithë këthejnë. Edhe me këtë Kosovë... Mendova për pas 26 vjetë me kaq kohë ngadalshme në krahas për luftëtarë, se ne kemi marrë historinë e luftëtarëve të Kroacisë për shembull Agron. A është mrekulli se shteti është kujdes për çdo luftëtar të Kroacisë. Ne dukemi pa klar, prandaj ishte pyetja, do ta bëni të njëjtën, ani pse nuk i bë krah. Tash mendoj që është më lehtë, edhe
dhash Zoti mos kemi luftë asnjëherë. Kur asnjëherë. Po në rast lufte tash është më lehtë, sepse tash atëherë kemi qenë vullnetar, kurse sot dhe kemi një president, kemi qeverinë, parlamentin, edhe në rast lufte do të shpallët mobilizimi, atëherë është do mos marr pjesë gjithë secili. Po Uran kishte edhe diçka. Po, sa i përket luftës, unë shpesh e flas për humor, edhe gjatë takimit me këta komandantat, për shembull, në qoftë se bëhet luftë prapë na pikërisht do të jemi të gatshëm. Si çdo herë kemi qenë edhe kemi më qenë të gatshëm, po na i kushtojmë shumë shtrajt buxhetit Kosovës e di. Mas pari, mo me një pëtëm të në qëlloj, më duna me gjujtë brejtë, kom dio përit palë, më duna me gjithë, së në qëllu, do më thonë, i kursojnë pak srajtë budjetit, me që shala mundët me namajtë shteti edhe neve. Me jetë gjatë Uran, faleminderit shumë që u lidhe për Agronin live sot. Faleminderit Uran. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka që bët për këtë vend. Agron, unë do doja shumë herën tjetër me të pas në studio për me u gëzu për të mirat që po i gëzon ky vend edhe fëmijët tanë, se kjo është më e rëndësishmja, edhe për kthimin e shumë njerëzve që shkojnë, jetojnë rrugëve të Evropës, e me u bë Kosova ashtu siç duket verës, me plot. Po, ashtu gjithë të dëshirojmë edhe dojmë Kosovën ashtu gjallënune, që të regojmë botës si edhe në sport që di me boshtet, po edhe ushtrinë e Kosovës që kemi që po na tregon për çdo ditë që është aftë për me mbrojtë vendin, po ashtu policia, gjitha institucionet tona, por duhet një angazhim, një bashkim më i madh, edhe mos t'i harrojmë këta, edhe një herë më lejo që gjitha familjet e dëshmorëve t'i përshëndes, martirëve, gjithë veterantë, edhe gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës, gjithë ata që punuan për shtirimin e Kosovës, t'i përshëndes gjithë. Unë e di që qyteti me siguri tash po na ndëgjon, e pash një status që ishte me emrat e të gjithëve, te zotri Haradina im duket e pash, ndoshta është mirë me lexu, aty ishin gjithë emrat që lidheshin me epopen e Qabratit. Të shënohet një ngjarje sa krenare aq edhe përgjakshme në Gjakov. Brigada 137 Gjakova, udhëhequr nga Agron Kryezeu dhe Avdullah Babalia, të motivuar si kur më parë dhe të shoqëruar me shumë ushtarë të devotshëm, u pozicionua në Qabrat. Kjo shënoi edhe fillimin e luftës urbane. Në betejën e Qabratit ranë dëshmor Ahmet Gjikolli, Bujar Roka, Tom Gjoka, Kushtrim Hoxha, Dashmir Krasniqi, Visar Joniku, Sefedin Xërza, Hamz Zymberi, Agim Haxhi Avdyli, Yll Kadomi, Ilir Berisha, Taulant Nura, Ali Hoxha dhe Hazyr Kpuska. Gjakova është një prej qyteteve që ka dhënë e përjetuar shumë gjatë luftës së fundit, vetëm në mes të datave 7 deri me 11 maj, më shumë se 300 burra e gra u paraburgosën. Burrat u ndan nga gratë dhe fëmijët dhe u quan në lagjen Mulla Jusuf, ku u ndan në 2 grupe dhe u ekzekutuan. Rreth 50 civil u vranë, ndërsa afër 50 të tjerë u rrëmbyen dhe u zhdukën pa gjurmë. Forcat serbe me 7 maj ekzekutuan në rrugë dhe në shtëpitë e tyre Elez Bakallin, Selim Luhanin, Tefik Luhanin, Esad Bicurin, Ferhat Bicurin, Nejdet Bicurin, Sadri Binakun, Florim Berishën, Gëzim Berishën, Shani Luzhën, se për dikë mund duken shumë emra, po janë jetë. Një familje, komplet familje që u vranë, Florim Luzha, Sami Luzha, Gëzim Luzhën, Ylber Mejzinin, Basri Nurën, Halit Nurën, Agim Efendin, Astrid Regjën, Kastriot Zherkën, Gani Shtrezin, Dulzim Jakën, Halil Agjemin, Burim Bardhin, Femia Gjidautin, Genc Kpuskën, Ali Krypen, Ali Beshramën, Ibrahim Gojanin, Ejup Humën, Faton Humën, Florent Sulejmanin, Avnisha Sivarin, Shkelzen Ajranin, Gani Ibrahimin, Demush Latën, Hasan Smajlin, Ram Sylën, Sokol Zenunin, Musa Binakun, Shaban Dodaj, Osman Tafen dhe Gjelal Sefën. Me 8 maj ekzekutuan në Kipulën, me Gzon Boshnjakun, Halil Gashin, Faik Qavin dhe Kujtim Nukën. Me 10 maj, viktimat të tjera u ekzekutuan rrugëve të Qabratit, Arben Gexha, Osman Haxhi Avdyli,
Agron Haxhi Avdyli. Afrim Haxhi Avdyli, Driton Luhani, Bekim Haxhi Beqiri, Dukazhin Haxhi Beqiri, Edmond Haxhi Beqiri, Bashkim Domi, Bardhyl Çaushi, Ylber Hoxha, Mentor Staloja, Afnis Pasi, Islam Koci, Idris Mehmeti, Njazi Mehmeti, Agim Berisha, Albert Berisha, Fadil Berisha, Qazim Kajdomçaj, Muhamet Dyla, Isa Lokaj, Cen Hajdari, Afrim Dana. Unë e kom pas në klas vajzën e Danave dhe vajza me vitet tana në shkollën e mesme nuk ka qenë mirë, pasi ekzekutua në sytë të në vllaznit edhe babën. Labinot Dana, Luan Dana, Albert Dana, Kastriot Dana, Gzim Dana, Agron Dana, Osman Dana, Genc Haraqia, Medi Haraqia, Genc Morina, Adriatik Morina, Skënder Morina, Isuf Saracini, Agim Saracini, Arben Saracini, Veli Saracini, Skifter Sharani, Valon Sharani, Visar Sharani, Isuf Sharani, po edhe kjo një familje tonë, Mentor Sharani dhe Tahir Sharani. Me 19 maj ekzekutuan të moshuarit Ramadan dhe Shyrete Dana. E di që është e rëndë për ty Agron, mi ndëgju, se cilin emër, më siguri I ke pa dit aty. Shumicën me këta jemi takuar ato ditë kur kemi hyrë në qytetin Gjakovës. Është e vështirë sepse me të vërtet okupatori Serbia nuk kurseu as pleq, as gra, as fëmijë, as njerëz që nuk ishin të armatosur. Do të thotë gjithmonë e ka pas ta që është marrë me civil, me ata që s'kanë qenë të armatosur, sepse me këta që kanë pas armë ka qenë më ndryshe. Por në ka prejk aty ku është pika ma dopt, do të thotë në civil, pa mbrojtur, pa armatosur. Kjo ka qenë. Lavdi të gjithë të rënve Agron, unë të falenderoj shumë që erdhe sot në studio, e thash në fillim programit, po e përsëris ndoshta ju që ishit në vinë e port frontit, sot duhet të jeni matzëshëm, jo në këtë modestinë juj, në këtë qetësi. Po kuptoj. Shpresoj për një Kosovë më të mirë. Edhe unë ashtu, edhe herë të falenderoj Lavdi gjithë dëshmorëve, martirëve, gjithë ata që punuan, rrugtuan për çlimin e Kosovës. Dhe njerë faleminderit.